prek vrerin e kësaj gote. Si volla I vogël, po më gjuhet në qaf, I gjithë sherri I kësaj bote, si lypsar, dorën mbaj, ti nuk je. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dera e konakut, jo nuk je. Jeta ime. Sikur molle kalbur, tjera që I prish, është mërzia ime. S'mbretëron respekti kur njeri u qohet pesh, u dogjëm si me zjarë benzine, si lypsar, dorën mbaj, ti nuk je. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dera e konakut, jo nuk je. Jeta ime. Shtëpia ime, dhomë për gëzime, ti nuk je. Vendi o gjakut, dera e konakut, jo nuk je. Jeta ime. Jeta ime. Faleminderit shumë, shtëpia ime, zonja dhe zotri, mysafirë të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju jeni Odon, mirë mbrëma, zotri Naim Abazi. Dhomë për gëzime, Ti nuk je. Vendi o gjakut, dera e konakut. jo Ti nuk je, mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, kudo që të jeni nga nga që të jeni. E falenderoj Armend Rexhipagiqin dhe Aida Barakun, të cilët e kanë bërë një këngë, një kryevepër që unë e kam në top 5, në top 5 shëntime. Shtëpia ime. Teksti Aida, muzika Armendi, një realizim, një spot fantastik ka qenë të një shtëpi e bukur, dhe mund ta gjeni, ta shikoni, diçka jashtëzakonisht e bukur. E gjeni në YouTube, në kanal. Jemi këtu, jemi në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, jemi në Odon, në sheshin tuaj, këtu në Radio Televizionin 21. Jemi në scenografisë të bukur, për glamur, për herë të përmirësuar, ndryshe, kemi thënë, çdo javë mundohemi edhe ndryshe ta bëjmë në mënyrë që ju gjithmonë të gjeni diçka të re të bukur tek spektakli, tek përmbajtja, tek skenografia, tek realizimi, tek gjithçka e bukur që mundohemi ta bëjmë për ju çdo të shtunë në mbrëmje dhe të dielën në mëngjes në ritransmetimin e bukur të saj. E kemi Prishtinën mbrapa dhe këtu po duket si me qenë deti. Gjithmonë kam vujt Prishtina me pas një det.
edhe nuk e kemi pas kur, nuk po. Nuk e kemi pas kur, nuk na kanë koll. Kështu që s'ka qenë këtu. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi këngë, humor, gjëra të bukura. Edhe nga këto gjëra të bukura, edhe kjo gjyra e Gjelbert po të shkon edhe me Ramazan, kështu? Po më shkon me Ramazan edhe tu ju afru pranverës, dyqysh e kom qef gjelbrimin, sa ma shpejt pranvera, sot ishte një ditë shumë e bukur si me qenë pranverë. E falenderoj shumë të nderuarën Diana në Suharek, të cilën e gjeni edhe në rrjetet sociale, edhe në Facebook, edhe në Instagram. Diana Fashion në Suharek. Falenderoj shumë. Këtë vetën e cila mi ka dritu flok me keratin, kështu që kështu po duke mund për sonte. Cim tutje, do të kemi shumë qka, si që paralemrum edhe në fillim, dhe pa humbur kohë, le t'i ftojmë ato, po le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë suporti ynë i fuqishëm, e mbështetja ju në mirë, se jemi bashk, jemi na, janë ata, është spektatori, telespektatori, një armate të realizatorës që krejt e bojnë një piramid të bukur, tër kolorit, me shumë përmbajtje që quhet Odeon. E në Odeon, shumë të vinë, vazhdim ato që nga sjellin satirin, shëvorin, alegorin, e shumë gjëra të bukura. Zonja e zotri për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja! E prandirën e hershme, e krejtë se ki vizlu. O ja o zemrën dyjave për Sa të me mira jene. mësysh, pedente. Livdonu, knaqë. O ne, diqish jemi të shku edhe ti dhe kjo, bashkë me qëto që e ka ndres zët në platori. Për mas. Për mas, pa Prishtina, interesant, për të mirë jena. O Allah, preke këto, edhe këto, sot me mësysh kjo jemi qaqëna. Qaqëna. Dhe kush na e ka i noti? I do t'i thoti në Po dhe, sa po më pëlqen që kjo për mas interesant, tash duna me ju ka urdu. E thira kullën me pi kafe, se kesh vetë në shpe. E i thash e kullë, hajde thash pina kafe knoqëm se jena sëllë unë edhe ti. Kjo ullëm po pina kafe kur televizori dhez, kur edhe aty Prishtina e vjetër në e mere me merë. Kur e këqyra për e bukur, dëllë men, rrugët krejt kaldërma, vakt, kur që ata janisi edhe kjo mi përsërit e mi përmen, në gjarjet e këtë laherit. Po ku mos mi përsërit, oj, Hyr, po që që kina pas, apo të kujtuhet, që që kina pas shpia të na here e qenefin fën taborit. E pastrimi tu me u bëjke me kufe, e so kufe masania u jepshin qmimin. Po kujtuhet! O gara me t'lija në bërë, tak të pi qaj, i këshër ke puntur të atje dhe i njeke kufet. Po? Kur më kujtuhet si sot për vjen punturi, për thot. Og, i kryva i njeha 48 kufe. Po? Këj tha, ja, 47 se i njeha edhe unë. Këj për thot, oge, mama, mos ma hani kufe. Edhe mu po më kujtohet, janë konë dë këjshi që ato i kena pas dë vlazni. Po. Aj njëni pasonik, që zdi këtu në herë thëshin vesh thite kësi që si ka. Vlavi ti na i shkreti buk s'kish me hongër. Edhe pathor një hoqë i ri. E tu qunë krejt ma holla me shku me pa hoqën e me prite me full me ta. E tu full me ta, a ju përgjith ke i shtike këta adin ma shumë e dasht. Kër ke i pasën e pëkqyrpi, tha. Hoqja po me të vedi shkaj, po. Ma si kam, tha, sot dush, tha, kom shumë. Tha, bën, tha, vitrat mi adhën vlavit. Shit. Pa i hoqja pëkqyre. Tha, ma si e kilon vlavin me të bo për vitra, as që atu më se a jep. A unë e ku pas gjishit, gjithre ke me vlavin e vetë. Po. E të shkoj një herë mi u bohi zmet, tonë edhe pingoj qa po folin ata. Po.
Kjo gjysh jam për tatë. O, po ndam një farkome, e po ndam shpina, e sun për heci, e pleçnia që shto e ka. Po. E ti, që shpënijesh, vlovit vetë. Po. Aj, unë e vëlla si bebe. Kjo që si bebe, tha po dhe, pa flok, pa dhëmbile me dhe qëtash 1-2 herë në rveti u pshura. Kujtovi këna posë dhe na 2 pletë që aty në mahol. Po. Edhe ata në kom vlasnije, gjithë që ashtu bashkë, po ata qatë vjetë nuk nishin mirë. Po, Falqin, po s'nishin mirë. S'nishin, plesia. Po, tash i thëj ke kjo njoni, i thëj ke vlovit vetë. O, Silke, ha, apo të kajtët këri na konë të risa të mire të fërë që na konë. Ke pa, e ty tha po të kujtohet, tha që shi një këshim femnat. Ke pa, po më kujtohet. Po interesant, halo se di, hiq pse një këshim. ajo gjysh jam që pak ma i fort. Aha. E pe vitë këto vlovin e vetë. Pe tha, që shjeti kështu, që shponijesh, a je mirë? Aj, mirë, vëlla tha si plëm. A i shkriti gërbaft, sën hecke, sën bëjke më zvet, mo. Po. Plak kështu, a pe din? Po, Qysh mëre, tha si plëm, për ty kom s'po të mojnë sën për hec. Pse tha, kur s'ki pa plëm të cëf, ha? a këta dy dhe ju konë kështu, zonë ta, dhe, po që na i gare njënë me tjetërin. E përin, a i përin. Atë shkojmë, thanë, shpi publike. Kjo tjetëri, e këqyrke. Ani, valla, shkojmë. Po e qka bojmë e bo mos me na lonë me himrena? Kjo tjetëri pe këqyr. Unë e tha, po menoj qka bojmë e bo me na lonë me himrena? Ata s'lisht ja bërë një tjetër. Po, për në pëfti. Dhe me këpësën e pësti. Na po keshim me plak, po keshim zënojt. Po një proverbe vjetër popullore, thot, kur mos qesh me moshën e shtyër, lutu ta arish atë. Ah!